Me çfarë përballe aty tani, që të kuptojnë pak më tepër se çfarë ndodh, si reaguan prokurorët, kaseta origjinale ofron dhe gjë tjetër. Pra, duke qenë që është materiali kryesor me cilin është bërë regjistrimi, edhe cilësia e zërit edhe komunikimi që është aty e gjitha, ajo është e pandërprerë, pra, aq se unë nuk kam tagrin e një eksperti që ka prokuroria, por duke qenë se punojnë media për 3 dekada dhe kam verifikuar për pjesën, pra aq sa përbën për mua, thash, si them unë, përbën rëndësi kjo çështje. Dhe nga materiali, pra, që është dorëzuar, tashmë është e para është i plot, i dyta është origjinali. E treta ajo do të shkojë jashtë shtetit, pra, do eksportohet, mëse di unë, sepse nuk mund të eksportohet edhe kjo këtu, gjë që do marri kohën e vetë. Tani jemi te situata e re. Kush është situata e re? Situata e re është kur kemi të bëjmë me çështje shumë të rëndësishme. Legjislacioni shqiptar ka parashikuar një mënyrë tjetër të marrjes së burimit, sepse unë jam vendosur në një situatë që ka të bëjë edhe me statusin tonë si gazetar dhe sidomos ka të bëjë me kodin etik që kemi ne, me mbrojtjen e dëshmitarit. Gjë që është një shumë e rëndësishme. Dhe është gjëja themelore për ne. Nëse ne unë pa e bërë këtë gjë, kanë akuzuar që kam bërë. Imagjino tani sikur ta bëj. Qoftë edhe kur kemi të bëjmë me rast tjetër.